Përshëndetje miqtë e mi. Zemrimi I shtypur e vret shpirtin dhe personazhi I historisë sonë të sotme e dinte fare mirë këtë gjë. I nëpërkëmbur në fëmijëri dhe I refuzuar në adoleshencë, ai gjeti shpëtim tek droga dhe bandat kriminale, duke u zhytur kështu edhe më shumë në errësirë. Ai arriti në një pikë ku jeta nuk kishte më asnjë kuptim. Pikërisht atëherë, kur u gjen në një qeri të zbrazët, kuptoi pse kishte përfunduar në atë gjendje. Dhe në atë moment, zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat. Miqtë e mi, po ndiqnin të lirë nga prangat radiodramatizmin e historive të vërteta njerëzore që përcjellin lajmin e mirë në botë. Këto histori janë prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe vinë për ju në gjuhë shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju ftoj të ndiqni programin në numër 322, programin që bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Alo? Moters, kam nevojë për ndihmë. Ku je tani? Në një lokal pranë shkretëtirës. Ata do të më vrasin nëse nuk ju kthej parat. Po, herën e shkuar kur më telefonove, unë të thash që nuk kam ku t'i gjej shumë para, David. $5,000 janë një shumë marramëndse. Po deri tani më kanë zhdopur në dru. Kam frikë se mi kanë thyer brinjët. Mezi po marr dhe frym. Po nuk e ndonjë që të ndihmoj. Jo. Dhe në këto momente më kanë drejtuar armën. Më dhanë mundësinë e fundit për t'i telefonuar dikujt që të mund të siguroj parat. Nëse ti nuk I gjen, do të më çojnë në shkretëtirë dhe do të më vrasin. Duhet të ketë diçka që mund të bëjmë. Përpiqu të largohesh ende. Po është shumë vonë për këtë. Përshëndetje të gjithë nga unë. Sepse është e sigurt që do të më vrasin. Personazhi I historisë sonë të sotme ishte 24 vjeç kur u përball me vdekjen për shkak të vendimeve të gabuara që kishte marrë. Kjo është historia që tregon se si ai arriti në këtë pikë, se si shpëtoi dhe se si tani ndihmon të rinjt me probleme të ngjashme me të. Kjo është dëshmia e vërtetë e David Walker, që vjen tek ju tani në Të lirë nga prangat. Unë kam lindur në vitin 1960, kur isha 1 vjeç e gjysmë, zuri meningiti spinal dhe kisha temperaturë të lartë. Doktorët menduan se nuk do të mbijetoja asnjë natë, por edhe sikur të mundja, do të kisha dëmtime në tru. Babai ishte pjesë e forcave ajrore, kështu nëna kishte mundësinë të shkonte në faltoren e spitalit për të lutur që Perëndia të ma kursente jetën. Unë mbijetova, por në moshën 3 vjeçare prindrit vunën re disa probleme dhe më bën analizat. Robert, si e quajti doktori sëmundjen? Çrregullimi I hiperaktivitetit edhe mungesë vëmendjeje. Nga emri kuptohet që djali I ka këto simptoma. Ai nuk përqendrohet edhe nuk I bindet fjalëve tona. Bëhet shumë rremujaxhi kur është mes njerëzve. Joana, kjo duhet të jetë pasojë e temperaturës që kaloi kur ishte me meningit. Është I vetmi shpjegim që mund të japim për mënyrën se si ai u mbet kontrollin e sistemit kontrollues në tru. Mbase ilaçi që na ka dhënë do ta ndihmojë. Nuk e di, por ja vlen ta provojmë. Gjithashtu duhet të lutemi. Perëndia mund ta ndryshojë. Ilaçi që më dhanë më bëri më keq. Për shkak të sjelljes time jo të mirë në shkollë, fëmijët më qëndronin larg. Më nxjerrnin jashtë klasës sepse asnjëherë nuk rrija ulur në një vend dhe nuk përqendrohesha. Kur fëmijët më ngacmonin dhe më vinin nofka të ndryshme, I godisja me karriga ose me tavolinë. Motra dhe vëllai më thërrisnin me të njëjtët emra edhe në shtëpi, duke ma kthyer jetën në një makt të vërtet. Mendoja se isha I vonuar mendor, një djalosh me të cilin askush nuk donte të luante. E vetmja dritë në jetën time ishte besimi që prindrit kishin tek Perëndia. Ata bënin gjithnjë studime biblike në shtëpi. Babai na mësonte fjalën dhe kënga adhurimi. Perëndia është shumë besnik dhe ka një plan për jetën tonë, një plan të mirë. Edhe kur nuk I kuptojmë mënyrat me të cilat ai punon, duhet të kemi besim dhe të bindemi. Ky është sekreti I një jete të mbushur me paqe dhe gëzim në frymën e shenjtë. Kini besim dhe binduni, sepse vetë Perëndia ka thënë, nuk do të lë, as nuk do të braktis. Oh, ç'premtim. Ne e duam atë sepse ai na deshi I pari. Amen. Amen. Haleluja.
Le të kalojmë pak kohë në lutje para se të fillojmë studimin. Shumë herë shtriesha për të fjetur duke përsëritur himnet e adhurimit dhe lutjet. Babai ndante ungjillin në spitale, në qendra strehuese dhe në kisha. Ai kishte një dashuri të zjarrt për Perëndin. Ndërkohë që nëna bënte pazar, ai linte fletushka ungjillizuese në fshirësen e xhamit të përparm të makinave. Gjithnjë dishepullizonte burrat e tjerë dhe ishte një shembull i mirë. Mirëpo kur unë isha 11 vjeç, ai u diagnostikua me kancer në mëlçi dhe nuk mund të shërohej. Në atë kohë ne jetonim në Belgjik. Pavarësisht sfidave të mëdha, ai qëndroi i kapur fort pas Perëndis. Ne u shpërngulëm në Ohio, ku ai mori mjekime, por 4 muaj më vonë vdiq. Dhe kjo gjë më dëshpëroi shumë, që nga ajo kohë mendimet dhe jeta ime në lidhje me Perëndin morën të ta të pjetën. David, mos më thuaj që je futur brenda në dollapin e rrobave. Çfarë po bëni fshehur këtu brenda? Tani duhet ishe në shkollë. Nuk më pëlqen fare shkolla dhe nuk kam për të shkuar më kurrë. Fëmijët më kanë vënë emra të shëmtuar dhe tallen me mua, mami. Unë nuk jam i vonuar. E di që nuk je birë. Sa të doja që babi të ishte gjallë. Dua të rri me ju në shtëpi. Po ti duhet të shkosh në shkollë. Megjithse mësuesit thonë se të shkakton probleme, edhe ju tërheq vëmendjen të tjerëve. Ata më kanë kërkuar të të nxjerr nga shkolla. Shumë mirë, se edhe unë nuk kam më dëshirë të shkoj. Psikiatri yt më ka rekomanduar të fus në një shkollë tjetër, ku nuk ke për të marrë me ilaçe, por të të bësh një jetë normale. Po më thua se duhet të largohem? Po ku të shkoj? Në një shkollë për djem në Texas. Do të çoj unë me makinë. Në atë kohë nëna u martua sërish. Ajo dhe njerë ku më çua në Texas dhe më lanë në një shkollë për djem. Ne jetonim 8 veta në një shtëpi jashtë qytetit. Të gjithë kishin probleme emocionale dhe duhet të luftonin për të mbijetuar. Sidoqoftë, ata më pranuan edhe nuk më vun emra. Kjo ishte mrekulli për mua. Rrinim bashkë si të ishim familje që asnjëherë nuk e kishin pasur. I mësuam njëri tjetrit duhanin, alkoolin, zënkat dhe sharjet. Na kishin thënë se duhet t'ia dilnim mban në jetë pa marrë drogë. Gjithashtu mësuam të peshkonim dhe të notonim. Pas një viti e gjysmë sigurimet shoqërore nuk i mbuluan më shpenzimet tona. Dhe në moshën 15 vjeçare u riktheva në shtëpi. David, do të duhet të flesh të qilar. Po aty nuk ka krevat? Divani atje bëhet krevat, po u hap. Mrekulli. Të gjithë do të flenë lart ndërsa unë do të qëndroj poshtë. Më vjen keq bir. Si ndjesh? Jo, dua të them, tani nuk e merr më atë ilaçin apo jo? Jo më. Kam kohë që nuk e përdor. Shumë mirë. Po të sjell çarçafët dhe jastëkun. Nuk kisha marrëdhënie të mira me njerkun, sepse nuk doja që nëna të martohej me ta. Sidoqoftë, ai ishte njeri i veçantë, sepse mund të kujdesej për familjen që përbëhej nga 4 pjesëtar, përfshir mua që kisha probleme emocionale. Një herë, pasi qëndroja jashtë gjithë natën, ai dhe i dashuri motra u përpoqën të më lidhnin derisa të vinte policia sepse po i kundërshtoja. Unë jam batha dhe ata më ndoqën në përlagje. Mosmarrveshjet që kisha me ta i përdorja si justifikim për t'u larguar dhe ndonjëherë përfundoja në Florida. Mbijetoja duke punuar, duke vjedhur dhe duke shitur drogë. Kur policia më kapte, njerku vinte gjithnjë për të më nxjerrë nga burgu. Vazhdimisht ai përdorte ligjin dhe shkollën e riedukimit si një mënyrë për të më kontrolluar. Unë dhe vëllai vogël merrnim drogë dhe shkonim bashkë në festa. Ndonjëherë përfundonim në zënka. Mora vesh që ti dhe vëllai yt ishit grindur sërish. Ai ka frikë të kthehet në shtëpi prej teje. Po tjetër, çfarë të them? Dgjoj, nuk vazhdohet më kështu. Kjo shtëpi është kthyer në një maks. Ti nuk mund të jetosh më këtu, David. Mami, akoma nuk e ke kuptuar që unë të shumtën e kohës e kaloj në shkollën e riedukimit ose në jetimore? Sepse ju nuk doni të më keni pranë. Ti nuk përpiqesh fare të sillesh mirë bir. Po si pra? Si gjithmonë faji është i imi, David, shumë shpejt do të jesh 18 vjeç. Mund t'ja dalësh mban edhe vetëm, por vëllai yt është ende i vogël. Ai ka nevojë të rri pranë meje. Thuaja kur të kthehet në shtëpi, sepse unë nuk do ta ngacmoj më. Ai nuk do të vi për sa kohë që ti do të jesh këtu. Do të thonë jam unë ai që do të largohet, ë? Më vjen keq. Kështu janë gjërat. Një djalë në lagje më lejoi që të qëndroja në apartamentin e nënës së tij, ndërkohë që ajo udhëtonte me punën.
Në shtëpinë e saj vodha një televizor dhe e shita për të blerë drogë. Pasi më kapën, përfaqësuesi ligjor më bindi që nuk do të më dënonin shumë. Në fakt rrezikoja të dënohesha me 20 deri në 25 vjet në burgun shtetëror të Ohajos. Më futën në burg për 2 vjet dhe zemërimi i shtypur ndaj Perëndis, familja dhe çdo gjë tjetër e lidhur me autoritetin u bën një shtys për mua që të mbijetoja. Sapo më lanë të lirë me kusht, jam mbatha në Kaliforni. Atje dhash veten pas drogës. Ç'kemi plago? Ke qejf të festosh? E po varet se çfarë ke për të më ofruar. Çfarë të duash ti kam? Metamfetamin, LSD, vetëm hap gojen edhe më thuaj për çfarë ke nevojë. E po mirë pra, le të festojmë atëherë. Ku dëshiron të shkojmë? Po, më mirë nga shtëpia jote. Droga u bë arsye e jetës time dhe më bëri të ndjeja akoma më shumë urrëtie. Kryesisht merrja metamfetamin. Çdo gjë që e dëshiroja, e arrija duke i manipuluar ata që pa probleme shkatronin veten e tyre. Megjithse shpirti im kishte rënë brenda një humnere të errët. Nuk doja t'ja dilja. Doja vetëm të merrja drogë në mënyrë që të mos përballesha me zëmërimin që ndjeja. U shpërngula në San Francisco, duke jetuar në rrugë ose me vajza naive. Njëra prej tyre kishte një njerëk që ishte i njohur në shpërndarjen e drogës. Një natë i vodha $5,000 dhe një çantë me marijuanë, por 2 javë më vonë më kapi. Ai dhe roja i tij më rrahen keq para se të më çonin në shkretë të tir për të më vrarë. Atëherë telefonova motrën nga një lokal. Më pas, kur ai më hipi në makinën e tij, agjentët e FBI-s na rrethuan. Dilni nga makina. Dilni nga makina. Ngrini duart lart që të mund t'i shohim. Shtyru për tokë, shpejt, shpejt. Duart mbrapa, i tjetri. Dil nga makina tani. Ai do të më vriste. E di, kemi regjistruar bisedën telefonike që ke bërë me motrën. Oh, faleminderit Zotit. Ti nuk pas ke gënjur për të raurat që ke marrë. Do të çojmë menjëherë në spital. Kisha disa brinj të thyera dhe disa gërvishtje në fytyrë. Por isha ende gjallë. Sa herë që më arrestonin apo merrja metamfetamin, i kërkoja Perëndis të më mbronte. Por asnjëherë nuk e falenderoja, pasi shikoja që e kisha kapërcyer situatën. Her pas here telefonoja nënën. David, ku je? Në San Diego. Nuk ke frikë se mos të gjenë sërish ai njeri? Ai nuk është parë më, mami. Më vjen mirë që shpëtove nga ajo situatë e frikshme. E po nuk shpëtova fal teje dhe familjes. Kjo është e sigurt. Nuk mund të na fajsosh ne sa herë që futesh në telashe. Po ju e keni fajin për gjithçka. Asnjërit për jush nuk i intereson nëse jetoj apo vdes. Kjo nuk është e vërtetë. Motra jote u shqetësua aq shumë për ty, sa telefonoi policinë dhe policia lajmëroi FBI-n. Ajo të shpëtoi jetën. I vetmi që më të vërtet më donte ishte babi. Dhe tani ai nuk është më. Ju të tjerët mezi prisni që të më hiqni qafe. Gabohesh, David. Po si unë gjithmonë gabime kam pasur. Gjithmonë. Më futën disa herë në burg dhe vuajta dënime të ndryshme në 2 burgje të Kalifornisë. Më pas më arrestuan për mbajtje dhe shitje droge. Walker, lista jote e shkeljeve të ligjit është shumë e gjatë dhe prap nuk e ndryshuar. Prandaj do të të dënojnë. Por në rast se ti, Në rast se unë çfarë? në rast se ti bashkëpunon, do të shpëtosh. Po, çfarë duhet të bëj? Atëherë, her pas here do të duhet të blesh drogë me paratë që do të japim ne. Do të jem para që ju do t'i gjurmoni apo jo? Po, do të telefonojmë ne kur të jemi gati për aksion dhe do të të lem në atë vend ku duam të operojmë. Gjithashtu do të të themi emrin që duhet të përdorësh. E diti çfarë u bëjnë informatorëve? E di, por kjo është e vetmja zgjidhje që ke. Pranova të bashkëpunoja, por sa më shumë njerëz arrestoheshin, aq më e rrezikshme ishte jetesa ime në atë vend. Në vitin 1993 isha 33 vjeç dhe në atë kohë hyri në fuqi ligji për krimet e përsëritura. Më duhej vetëm një arrestim për të marrë dënimin me burg të përjetshëm. E dija që kishte ardhur koha të largohesha nga Kalifornia. Unë udhëtova me avion në New Jersey për të jetuar me një vajzë që e njihja, por ajo kishte filluar të merrte kokainë. Ndaj shumë shpejt nuk isha më i mirëpritur atje. Kështu që i vodha paratë dhe mora autobusin për të shkuar në Dayton të Ohajos, ku jetonte motra. Mirë po për shkak të jetës që bëja, nuk mund të jetoja me të dhe telefonova vëllain tim të vogël, Metin, që jetonte në Mansfield.
Ai më ftoi të shkoj atje. U bë kohë gjatë që nuk kemi takuar, David. Po pra, ti ishe 11 vjeç kur më arrestuan këtu. Sapo dola nga burgu shkova të jetoja në Kaliforni. Më ka ardhur shumë keq. Shkuar e harruar tani. A të kujtohet ndo pak babi? Thuaj se fare, isha 5 vjeç kur ai vdiq. Nëse ai do të kishte mbijetuar, jeta ime do të kishte qenë ndryshe. Asnjëherë nuk e kam kuptuar pse Perëndia i lejon gjërat e këqija të ndodhin. Ti beson në Perëndi? Jeta ime nuk është ashtu siç duhet. Por besoj se Zoti ekziston. Po ti? Fare. Ndryshe do ta kisha vënë re. Do të qëndrosh në Ohio tani? Shumë nga të shtëpisë nuk duan të më kenë pranë. Por nëse arrit të gjej një punë, do të qëndroj. Je i mirëpritur të qëndrosh këtu ndërkohë që kërkon punë. Sepse unë të shumtën e kohës ri në shtëpinë e të dashurës. Për 3 vjet ndërroja punë vazhdimisht. Nuk doja që të tjerët të mësonin të shkuarën time. Kështu sa herë që një punëdhënës më kërkonte shenjat e gishtrimeve, largohesha nga puna. Ende refuzohesha nga shoqëria. Përdorja kokainë dhe pija shumë. Vidhja për të përmbushur nevojat e mia për drogë dhe alkol. Ndonjëherë i këmbëja gjërat që vidhja me para ose me drogë. Ndonjëherë i dhuroja ose i hidhja. Ç'kemi, David? Je kthyer sërish në qytet, a? Po, të kam sjell diçka madje. Qenka fantastike. Ku e ke marr? Në Toledo. Ishim atje javën e shkuar. Po punon ende në të njëjtën kompani? Aha. U bë një vit tani dhe kjo është arritje e madhe për mua. Më vjen mirë që të pëlqen puna që bën vëlla. Është e përsosur. Udhtoj gjithandej për të instaluar pajisje dhe punoj me djem për sëmbari. Ata më duan. Në vitin 1997, po punonim në një uzinë çeliku në Cleveland kur vodha një laptop. Pasi e vodha e fsheha në tavan. Kompjuteri ishte i domosdoshëm për punën e tyre. Ndaj e mbyllën uzinën për të kërkuar laptopin. Gjatë natës e lash atje. Dhe ditën tjetër, kur shkova ta merrja, kamerat e sigurisë më regjistruan. Ata më rrethuan makinën dhe më futën brenda në uzinë. Ndërkohë që prisnin policinë, ata shkuan të merrnin kasetën, por unë jam bafa. I dhash makinës si i çmendur, duke mos ndaluar në semafor, derisa u largova. Ditën tjetër, kur shkova në kompani për të marrë rrogën, më arrestuan. Alo? Meti, jam unë. Kam nevojë për ndihmë. Çfarë ka ndodhur, David? Jam në burg. Kam nevojë të më nxjerrësh jashtë. Telefonoj kompanisë ku punoja që të tërheqësh çekun tim me para. Në burg dhe? Po në cilin burg? Në Cleveland. Më vjen shumë keq që po më thua këtë, vllaçko. Ta dish ti si ndihem unë. I telefonova personit që më kishte dhënë dhomën me qira duke i kërkuar të më sillte disa cigare dhe libra. Një nga librat që më solli ishte një dhjetë e re xhepi, që fillova ta lexoja. Disa ditë më vonë, i vetëm në qeli dhe esëll, kuptova se si ishte jeta ime tani. Aq e pavlerë sa krevati i çelikut mbi të cilin flija. Aq e fortë dhe e ftohtë sa hekurat pas të cilëve më kishin mbyllur. Isha 37 vjeç dhe po përballesha sërish me burgun. Nuk kisha një qëllim në jetë. Nëse jeta ishte vetëm dhimbje, hidhërim dhe luftë për të mbijetuar, atëherë nuk doja të jetoja, por Perëndia i foli zemrës time. Ai më tregoi se sa shumë më donte, se si e kishte kursyer jetën time disa herë nga vdekja, se si kishte qenë me mua në çdo moment të vështirë dhe se si asnjëherë nuk më kishte lënë. Më kishte krijuar për të adhuruar. Dhe tani më tregoi se jeta ime ishte shkatëruar, sepse isha dhënë pas gjërave të kësaj bote. Perëndia më tregoi se isha krijuar prej tij dhe për të. Kjo ishte një zbulesë e madhe për mua. Ai e hapi disi zemrën time që të kuptoja dashurinë dhe qëllimin e tij. Kështu, rash në gjujmë brenda qelisë. Perëndi i dashur, e besoj që ti dërgove Jezusin në botë për të paguar pagën e mëkateve tona. Më fal që kam adhuruar idhujt dhe jo ty. Pendohem për mëkatet që kam bërë kundra teje. Të falenderoj për mëshirën që më ke dhënë gjithë këto vite ku kam jetuar në padituri dhe mosbindje. Nuk e kam kuptuar planin që ti ke pasur për mua. Eja në jetën time, Zoti Jezus, dhe më bëj tëndin. Përdore jetën time për t'i sjell lavdi Perëndisë. Është mrekulli të jesh i lirë, vllaçko. Më vjen shumë keq që mu deshën 2 javë për të tërhequr çekun nga shefi yt. Mos u shqetëso, Meti. David, dukesh kaq mirë. Mendoj se burgu të ka zbutur, Jo, vllaçko, nuk ishte burgu, por Jezusi.
Në burg Perëndia më shpëtoi, edhe kam lexuar Biblën. Ashtu? Kjo është gjë e mirë. Po, për herë të parë në jetën time kam një arsye për t'i hedhur syt nga e ardhmja. Dhe kjo jep një qëllim jetës. Nuk dua të bëj më jetën e mëparshme që më ka mbajtur nën pranga gjithë këto vite. Tani po i mësoj përmendesh vargjet biblike. Me të vërtet? Po, nuk e ke idenë se sa ndryshe ndihem. Kam mësuar vargu 23 dhe 24 të kapitullit 20 nga Veprat e Apostujve. Dua që këto vargje të më drejtojnë për pjesën tjetër të jetës. Dëgjoj, dikush më ka folur për një studim biblik. Nëse ti ke dëshirë të shkosh, atëherë do të vijë edhe unë me ty. Personi që drejtonte studimin biblik ishte një pensionist që kishte punuar si mësues. Gruaja e tij ishte këshilltare e krishterë. Unë dhe vëllai filluan të shkonim atje çdo javë. Në Bibël thuhet, shpirti që mëkaton do të vdes. Ndërsa tek letra e Hebrejve kapitulli 9 thuhet, gati të gjitha gjërat pastrohen me anë të gjakut, edhe pa derdhur gjak nuk ka ndjes. Ja përse judejt kishin ditën e shlyerjes së mëkateve, ku kryeprifti hynte në vendin e shenjtë me gjak për të bërë shlyerjen për veten dhe për popullin. Pra, kjo është arsyeja pse gjaku i Jezusit është kaq i rëndësishëm. Ai u bë shlyesi ynë. Pikërisht kështu. U bë kryeprifti ynë një herë e përgjithmonë. Edhe duke qenë se ishte biri i Perëndis, ai ishte i patëmet edhe pa mëkat. Nuk kishte nevojë të bënte shlyerjen për veten, sepse nuk kishte bërë asnjë mëkat dhe dha jetën e tij për ne. Ai tha, askush nuk e merr nga unë, por e jap nga vetja ime, edhe unë kam pushtet ta lë, e kam pushtet ta marr përsëri. Këtë urdhërim e kam marrë nga Ati. Kjo është e mrekullueshme. Pra, aq më shumë gjaku i Krishtit, i cili me anë të frymës së përjetshme ja ofroi veten e tij të patëmet Perëndis, do ta pastrojë ndërgjegjen tuaj nga veprat e vdekura për të shërbyer Perëndisë së gjallë. Kjo është e mrekullueshme. Tani po mendoj për shumë njerëz, për ata të krishterë që më kanë ndihmuar gjithë këto vite. Unë kam përfituar prej tyre. I kam tallur dhe i kam goditur. Më vjen turp për këtë. Ata do ta marrin shpërblimin e tyre në qiell, David. Fjala e Perëndis nuk i kthehet bosh atij. Ai përdor njerëzit për të treguar dashurinë e tij. Unë dua t'i shërbej Perëndis për pjesën tjetër të jetës. Pasi shkova disa muaj rresht në studimin biblik, drejtuesi më ftoi të jetoja me të dhe bashkëshorten e tij. Po lutesha dhe po kërkoja punë. E more vesh që u detyruam ta mbyllnim qendrën e krishterë për të rinjt. Jo, nuk e dija. Po pse? Nuk na mjaftonin parat për ta mbajtur hapur. Më vjen keq. Ai ishte një vend shumë i mirë për t'u folur njerëzve për Krishtin. Kam qenë duke u menduar. A do t'ishe interesuar të jetoje atje dhe ta mbaje hapur duke qenë drejtuesi i saj? Sigurisht që po. Nuk mund të paguajmë, por mund t'i mbash vetë përfitimet e pijeve dhe akulloreve që do t'ju shesësh udhëtarëve që do të ndalojnë atje. Mua më duket ide mjaft e mirë. Qendra e krishterë për të rinjt ishte një vend ku gjeja qetësi dhe merrje forca. Nuk fitoja para për shërbimin që bëja, por për orë të tëra ulesha vetëm dhe lexoja fjalën e Perëndis. Lutesha dhe këndoja. Familja ime ishte mahnitur me ndryshimin që kishte ndodhur në mua. Ky është një vend shumë i bukur, David. Edhe më mahnit ndryshimin në jetën tënde. Kam disa kujtime nga mosha 8 vjeçare. Mbaj mend që kam dëgjuar për Jezusin dhe për mënyrën se si ai vuajti për ne. Atëherë kam qarë dhe i kam kërkuar Perëndis të më falte. Mendon se një fëmijë 8 vjeçar mund ta kuptojë Ungjillin? Fara u hodh, mami. Mendoj se ajo u prish kur babi ndëroi jetë. Shpëtimi i babait tënd ishte diçka madhështore. Ai asnjëherë nuk u lëkund në besim. E di. Dhe u shpëtua pa atë javë që lindë ti. Me të vërtet? Po, babai yt ka qenë pak i ashpër. Kur shkova në kishë dhe i kërkova pastorit që të vinte në shtëpinë tonë që t'i fliste babait, ai erdhi. Babai yt na tregoi se si një herë lexoi një libër që fliste për shenjtë të rinë, edhe u përpoq shumë të jetonte në bazë të librit, por nuk e doli mban. Ai u dorëzua edhe filloi të pinte.
Pastori i tha atij se Jezusi pagoi gjithçka për ne. Çdo gjë u pagua në kryq. Ai tha: "Përse ta shkatrosh veten me gjërat për të cilat Jezusi vdiq që të shpëtonte?" Kur baba e yt e dëgjoi këtë, ju dorëzua plotësisht Krishtit. Kjo është e mrekullueshme, mami. Edhe unë kështu ndihem tani. Jeta ime i përket Perëndis. Unë nuk kam ditur si të ndihmoja, Bir. Mos u shqetëso. Mua më ndihmoi Jezusi. Ai pagoi një çmim shumë të lartë. E si të mos i dorëzojmë atij gjithçka që kemi. Unë jetova dhe punova në qendrën e Krishterë për të rinj për 2 vjet. Gjatë asaj kohe punoja gjithashtu si prezantues në një stacion radiofonik të Krishterë të zonës. Në këtë mënyrë dëgjova për programin universitar që kishte posaçërisht për ish të dënuarit. Perëndia po më tregonte se duhet të aplikoja. Në prill të vitit 2001, më pranuan në një universitet të Krishterë pranë Chicagos. Atje Perëndia filloi të ma rëndonte zemrën. Si të duk predikimi, David? Ma theu zemrën. Po pse? Sepse çdo gjë që u tha kishte lidhje me mua personalisht. Dhimbja, turpi, zemrimi. Dhe nuk kam mundur të bëj gjë për këto. U fol për fëmijët e braktisur. Ata gjenden në çdo cep të botës. Sa herë që dëgjoj dëshmit, veçanërisht të misionarëve, më shkrihet zemra për fëmijët jetim dhe me probleme, sepse vite më parë kam qenë vetë i tillë. Basi Perëndia po të thërret për atë shërbes. Jam i sigurt që po. Do doja shumë të shkoja dhe të luaja me ata fëmijë në qendrën ku mbahen. Arsyeja është që të ndaj me ta dashurinë e Jezusit. Ka shumë shërbesa që të ndihmojnë të bësh këtë. Ndaj fillo të punosh me fëmijët me probleme. Po këtë dua të bëj. Të dishepullizoj me kohë të plotë në ndonjë qendër të Krishterë, ku mbahen të rinjtë e dënuar. Një e tillë gjendet në Georgia. E ka themeluar Paul Anderson. E kam dëgjuar dëshminë e tij në programin Të lirë nga prangat dhe ka qenë një peshngritës që ka marrë pjesë në lojrat olimpike. Ai filloi të ndihmonte djemt me probleme. Do ta kërkoj këtë dëshmi. Sot unë jam këshilltar dhe drejtuesi i asaj qendre. Ne ndihmojmë të rinjtë që kanë probleme të gjejnë vendin e tyre në botën e Perëndisë. Në atë qeli të zbrazët, unë njoha Perëndin. Ai më tregoi se do të më përdorte për të dëshmuar hirin dhe mëshirën e tij. Ai e ka mbajtur fjalën. Udhëtimi im ka qenë i gjatë dhe më desh shumë për të bërë ashtu si Perëndia më kishte krijuar të isha. Jeta ime i përket atij që ta përdor. Nuk kam asgjë për vete. Nuk e di çfarë mban e ardhmja për mua, por e di kush e mban të ardhmen. Jezus Krishti. Të gjithë ne mund të kalojmë kriza e vështirësi në jetën tonë, por me anë të lutjes fitojmë paqe dhe shpresë. Ja përse dhe ne kemi një skuadër lutje me luftëtar besnik që dalin kundra armikut të shpirtrave tanë dhe na mbulojnë me lutje. Prandaj nëse keni edhe ju situata të vështira, ju ftoj të na shkruani e dërgoni kërkesën tuaj të lutjes. Sigurisht ne do të lutemi së bashku me gjithë anëtarët e skuadrës sonë. Bibla thotë: "Shumë forcë ka lutja e të drejtit kur bëhet me gjithë zemrën." Nëse do të dëshironi të bëheni pjesë e skuadrës sonë të lutjes, ju ftoj sërish të na shkruani. Është e mrekullueshme të dimë se jemi të gjithë pjesë e planit të Perëndisë përfitore. Nuk ka rëndësi se cila është nevoja juaj, është e madhe apo e vogël. Perëndia kujdeset njësoj për secilin nga ne. Prandaj ftoj edhe një herë të na dërgoni kërkesat tuaja të lutjes në adresën Radio 7 Kutija Postare 2914 Tiranë, ose mund na dërgoni një email në info@radiovit7.net. Dëgjuesi dashur, cila është ardhmja juaj? Tek letra e parë e Gjonit në kapitullin 5 në vargjet 11 dhe 12 Bibla thot: "Dhe dëshmia është kjo: Perëndia na dha jetën e përjetshme, dhe kjo jetë është në birin e tij. Ai që ka birin, ka jetën. Ai që nuk e ka birin e Perëndisë, nuk e ka jetën." Hidheni pra hapin drejt jetës përjetshme, duke larguar nga e shkuara juaj e vdekur, e duke kërkuar Jezusit të shpëtojë. Nëse keni nevojë për ndihmë në marrjen e këtij vendimi jetë ndryshues, ju ftoj të na shkruani në Radio 7 Kutija Postare 2914 Tiranë, ose na dërgoni një email në info@radiovit7.net. Ndoqët programin me numër 322. Kjo ishte historia e vërtetë e David Walker. Të lirë nga pranga të prodhuar nga Pacific Garden Mission dhe u soll për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë, por të treguar nëpërmjet historive të vërteta se nëse jeta juaj është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet.
Do të ishte e kënaqësi të dëgjonim se si ka ndikuar këto programe në jetën tuaj. Ndaj mos harroni të na shkruani. Deri herë në ardhshme bashk, ju dëgjofshim.